të marrim disa përbërës nga kuzhina jonë, për shembull piperin e kuq edhe të zi, të dyja llojet. Një piper mix që. Një piper mix. Do të marrim shkopin kanelle, duhet të jenë në të njëjtën pra në të njëjtën peshë. Aktualisht unë i kam marrë të peshuara dhe janë nga 30 gram. Kemi 30 gram kanellë, 30 gram piper mix. Kemi rozmarinën, e cila ndihmon shumë celulitin në mirëqarkullimin e gjakut dhe në shkarkimin e ujrave nën lëkurë. Po. 3 përbërës deri tani. Po. Kemi 4, do ta tregojmë dhe të katërtin dhe këtu kemi 30 gram rozmarin, pasi ka qenë e peshuar përsëri vet, dhe kamomilin. Kamomilin na ndihmon në qetësimin e irritimeve që mund të kemi dhe mund të fësoj lëkura nga vaji i piperit, i kanellës dhe i rozmarinës. Pra, po të njëjtën sasi dhe 30 gram kamomil i kemi këtu. Tani një pyetje që ndron. Janë në sasi të konsiderueshme të gjitha përbërësit. Të barabartë. Sa vaj do të Vaj do marrim të përdorim vajin e ullirit dhe ne do të bëjmë një kavanoz i cili është diku te 750 ml, pra ose 1 litër nëse kanë kavanoza më të mëdhenj. Do fillojmë, do shtojmë të gjithë përbërësit që ne i kemi peshuar, duke filluar që nga kamomili, e shtojmë brenda tek vazua jon. Pak më e vështirë ta hedhësh, por s'ka problem, do ta shtojmë. Po. Kemi kohë. Përdorim vajin e ullirit duke qenë se ka omega dhe është një ndër vajrave, do ta vendosim, do përdorim temperaturën e sobës në shtëpi dhe kështu që do na duhet që të kemi një vaj që e duron temperaturën që ne do përdorim. Do vendosim shkopit e kanellës, të cilët dhe këto janë 30 gram, pra janë 4 përbërës nga 30 gram secili. Shtojmë vajin, piperin pra të kuqin edhe të ziun së bashku. Dhe së fundmi shtojmë rozmarinën. Ai nuk e di do na zë vajin aty neve. Jo, do ta azoj dhe vajin, do ta shikosh sepse do të ngjeshen. Bimët po do ngjeshen, por mund të përdorin edhe një masë më të madhe. Do të ishte më e sugjerueshme. Demonstruar në fakt dhe kemi këtu, do ta tregojmë në fund. Unë e kam përgatitur në shtëpi dhe e kam sjellë se si do duket edhe gati. Pastaj shtojmë vajin derisa të mbushet ena që ne kemi vendosur bimët. Ky është një vaj shumë i mirë, mund të përdoret edhe për të bërë masazh në momentin që kanë dhimbje të muskujve, ose që kanë... Ne realizojmë në miksimin që do të rezulton të në një vaj shumë të mirë që ka përdorime të ndryshme, po kryesori për ne sot është ai për celulitin.